Edhe njerë ju përshëndes të gjithë emër për emër dhe ju falenderoj që jeni bashkë me ne. Një përshëndetje vjen dhe përshëndesëm edhe ne Agim Zeqirin atje në Kanada, po ashtu Isa Bajramit e përshëndesëm, faleminderit shumë. Izet Sejdiv Baceregje pra Recep Musaiti atje nga Peja, faleminderit shumë. Të gjithë jeni të përshëndetur emër për emër dhe ju falenderoj, shpresoj se po kalani bukur, ora ka shku 21:34 minuta, do jemi deri në orën 22 së bashku, unë do të marrë edhe një telefonat. Ale, përshëndetje. Ale, përshëndetje, mirë se na erdhët se në lavusha. Përshëndetje, Lule. A jemi asje? Mirë, faleminderit, mirë jam, po ti si je dhe si kaluve për këtu festa vendas? Mirë, faleminderit, mirë kena kalu. Gëzuar 2026, inshallah shëndet, harmoni, lumturi gjithmonë në familjen tuaj, respekt pa fund. Faleminderit shumë Lule, të përshëndes edhe unë gjithashtu në familjen dhe inshallah ky vit veç me gëzime. Shumë faleminderit, shumë respekt. I përshëndes gjithashtu gjithë dëgjuesit dhe ju uroj vitin 2026 familjarisht, gëzim, harmoni e gjithë të bashkuar. Faleminderit shumë vendas. Vendas si kalut? Mirë Lule, mirë kena kalu, mirë ka qenë, gjithçka në rregull. Qaja kryesore? Edhe ka qenë një mbrëmje e mirë, veç me familje, mirë po, si do qoftë, inshallah ky vit na sjell diçka veç me të mira, se përbes vitin 2025, inshallah se ndëgjoj kur me ato përçarje ndaj njëri tjetrit. Inshallah ky vit tash na gjon të bashkuar e pa urrëtie. Pret nga viti 2026 që të bëhet më mirë? Po e Lule, na po shpresojnë atë gjithë kena thonë qështu. Edhe besoj si... Me më shkëdija, ja? Me myda se pesi edina tona që jena të moshuar pak të rinë një kohë, si edhe plestu në theshën për pora, inshallah bëhet mirë për juve, se për neve e patëm, edhe na pëthojna inshallah bëhet mirë për këta, se... Po, si do qoftë, inshallah të gjithë kanë shëndetin, inshallah nuk kanë urrëtie ndaj njëri tjetrit. Ç'kja, për mu o ç'kja. Shpresoj, inshallah bëhet mirë, ç'a më thonë. Inshallah se e kanë respektin, qaja respekti o gjithçka. Unë i përshëndes gjithë dëgjuesit pa e cekë, po i përshëndes gjithë familjarisht e gëzuar ky vit, inshallah veç me gëzime. Faleminderit shumë vendas, respekt gjithashtu edhe për ju familjarisht, unë të falenderoj për telefonatën. E Lule, inshallah nashta në ngusht atëherë, nashta të bëhu në bashkuhur, nashta e bojna naj bashku. Inshallah, dhosh Zoti që të jemi shëndash edhe të bashkuhum nëse staf edhe dëgjues tan. Me të vërtetë ja vlen të jemi së bashku një naj, të kalojmë disa orë së bashku, po spori lutem që të kemi shëndetin të gjithë. Ajo me rëndësi. Po, shumë e vërtetë është, po me rëndësi është, po na po ndëgjohëm në telefonata, po ndëgjohëm shtu në shkrime, në tana, po prap se prap edhe mu bashku e mu njoh me njëri tjetrin është mirë, pse jo. Është kënaqësi se kemi dëgjues si asnjë nuk e kena me thonë si ka ndonjë urrëti diçka me ndaj njëri tjetrit. A din
si pas shkrimeve, si pas telefonata, unë po folja, u kupton? Normal, Besoj si normal. besoj si janë gjithë, janë tamam që shdohet. Se mos me konë mund edhe të largohen vetë, po e kanë pasi është një radio tamam me vlera, nuk ka urrëtie, nuk ka vetëm kënaqësi. Që kjo është. Faleminderit shumë Cenda Usha, shumë faleminderit vendas. Respekt për ty, familjarisht, natën e mirë e gëzuar gjithë. Faleminderit shumë gjithashtu gëzuar edhe për juve ky vit i mbar, vetëm suksese në jetë. Natën e mirë, gjithë mirat vendas, to. Natën e mirë, ton. Natën e mirë. Të dashur dëgjuese, kishëm pra edhe Cenda Ushën nga Gjermania, ku falenderojna për telefonat, pra do jemi deri në orën 22 së bashku, shpresoj se po kaloni bukur e unë do ta lexoj edhe një koment që ka shkruar pikërisht Flamur Haliti. E ndershmja Lule, të urojmë gëzuar vitin e ri, paqë, shumë shëndet, fat, begati e mirëqenie në familjen tënde. Të fala Flamuri. Faleminderit shumë nderuari Flamuri, edhe unë të përshëndes familjarisht, shëndet, lumturi, harmoni, edhe për familjen tuaj, Zoti ju rujtë dhe ju bekoftë, respekt pafund. E kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Agim. Mi mrama, mirë se të gjitha ty Lule dhe gjithë dëgjuesit ku të qenë. Agimi nga Kanadoja. Faleminderit shumë Agim, para se ta jap fjalën me leja që sparit të uroj vitin 2026, gëzuar për ju familjarisht, shëndet, harmoni dhe gjithë mirat për ju atje në Kanada. Faleminderit, unë bashkë për këtë temë, si ta quaj, u lidha, të uroj gjithë dëgjuesve edhe ty personalisht vitin e ri me gjithë familje, paqë, shëndetin edhe pare. Faleminderit. Po si kaluat për këtë festa? Si ta ki shëndetin edhe pare, kretë janë mirë. Kër të ki shëndetin edhe pare të vinë, se punan. Po si kaluat për këtë festat e fund vitit, edhe pse largë familjes atje në Kanada? Përbes shumë mirë kem kalu, kam qenë të djali, dhe më thonë, të djali edhe ishte edhe miku, dhe më thonë, baba i rejës tjetër, se dy djemi, kam 2 reja. E pa që me jetë gjatë. Faleminderit gjithashtu edhe ju. Kalum super, ma mirë s'ka pas qysh, që që mirë. Po këtu nuk festohet ashtu, sikur që festohet në Evropë, vetëm qytet dalin pak poshtë ma qendra, pak fishek zjarë, se për ndryshe krejt dritat në për shtëpia janë fikuna. Si të bëhet në ora 10, krejt fjetë. Nuk është si në Evropë. Shumë të kuptaj. Jo, për zote këto ka qenë shumë mirë, po qa me bon që kemi qenë edhe na këtë vetë largë familjes të unë, largë vendindjes, po qa me bon, kështu është jeta, kështu na ka imponu edhe jeta dhe gërbeti, që nga njëri duhet të pajtohet edhe kur janë festat, edhe kur janë gëzimet, po edhe i dhënimet, shpesh herë nuk jemi të ndojmë se bashku, që ka me bon? Po, s'ka me bon, qështu është. Agim, a ki ndonjë dëshirë që gjatë vitit 2025 nuk të është plotësua, po realizu dhe a pret që në vitin 2026 të realizohet dëshira juaj? Për besun e kam një dëshirë, po s'di, a me shpreja jo se... Lirisht, Agim, të di që të Radio Zëri Lirë, gjdo mendimi juaj, gjdo fjale juaj, apo shumë peshë dhe asë herë nuk thuhet pse foli dhe gjusi, urna. Po, vërtet është. Unë i kam 3 nipa, vajzë nuk kam, dhe më thonë 2 djem, kësha pas dëshirë një mes. Si s'kum pas edhe vajzë, kum pas dëshirë një mes ta kam, kështu që paka shumë të shijaj atë knasin e mbesës. Dhe Zoti që të plotësohet dëshira edhe në familjen tuaj, të linde edhe një mes, e Zoti ju kënaq me ta. Inshallah Zoti ja plotëson edhe këtë dëshirë. Inshallah, çfarë dëshire kam, tjetër dëshirë, kam dëshira të tjera, po kryesore me shëndet mirë, djemt mirë, nipat mirë, shoqja mirë, tash
Shumë vështirë që kjo kohë, vërtet, këtu të na, tash nuk është në lidhje me tempo, ftoftë kemi në minus 25 deri minus 30, Wow. inshallah edhe pak në rreqet e nxehtë se Sonte të na kam lu bura, 30 cm gati që tash e kemi për 20 minuta diku ja ka nis është edhe të ra. Dhe fantazi ka qenë, po qa me bënde, vaktin e ka, edhe dimi e ka shkretën e vetë. Bura. Ska fantazi, jo, Bura. unë e posh komentin aty, fantazi, po mu s'm pëlqej hiç çaj koment. Është bot, nuk është tafta si tru agim. Edhe Po. mas shumë të dej minus 4-5 nuk ka shku këtu ditë e fundit, kështu që me vërtet ka qenë po. mirë, ka qenë mirë deri tash. Po, ama bora e bjeftoftin. Kështu E që vërtet tu ka ra është. 2-3 herë ka ra ka 20 cm. Të na nuk ka pas, deri sonte të na nuk ka pas. Po unë e vllaun e kam në Gjermani, po s'di s'kum fol me të se kum pyet për borë. Që tash jelshoj, mas e hina në emisionin, nëse atë si pikske, kur dola që tash me dhej cigaren e posh është bon diplom gati bura. Bardë dhe të pëlqej ty. E lojmë pëlqej. Vëllai që shtu ke gruaja jam thot ka qef, edhe nuk ka se me dal jashtë. Po vish për dritare me kështu, shtu ka të bjen. Veç me këqyrë. Vesh me kështu. Po. E që ashtu gjithkush ka qef me këshyre në nxehtë mrena e me këshyre jashtë ka po bjen. E vërtet. Po. Agim falenderoj shumë. Faleminderit shumë që ma dhatë mundësinë. I Çdo përshëndes edhe njerë gjithë dëgjuesit, paqin, shëndetin edhe pare shumë. Këtë vit, kështu që gjithat mirat ju rej. Faleminderit gjithashtu edhe nga ona jonë, urime e gëzime për vitin 2026 edhe njerë inshallah Zoti t'i plotësoj gjitha dëshirat që i ki. Natën e mirë për ju atje, një masditë të mirë e dëgjohëm. Hajde tong. Faleminderit gjithat mirat ju rej. Tong. E kishëm pra edhe Agim Zeqirin nga Kanadaja ku e falenderoj për telefonatën, si çdo herë dëgjuesi mrekullueshëm edhe pse larg, por çdo herë bashkë me ne. Kjo është Radio Zarilie që i bashkon të gjithë shqiptarët të kudo që janë në çdo cep të botës. Respekt edhe një herë për të gjithë emër për emër. Shpresoj se po kaloni bukur, kështu që unë nëse kam ndonjë telefonat do të marr, por do shkoj me muzikë duke shpresuar se po kaloni bukur.